Nga veshjet të armët e municionet bashkë me mjetet e makinerit ndihmëse, 460 kategori mallrash që do të importohen në Shqipëri për qëllime ushtarake do të përjashtohen nga taksat doganore. Qeveria e Shqipërisë ka miratuar një vendim të publikuar tashmë në fletoren zyrtare që synon të nxjisë zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në vend. Përjashtimi nga detyrimet doganore do të aplikohet për komponentët kryesor dhe mallrat e përfshira në listën e mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim të dyfisht. Sipas legjislacionit të fuqi, kur këto mallra importohen me qëllim prodhimin e një produkti përfundimtar ushtarak, ky përjashtim do të vlejë vetëm për subjektet e licencuara që operojnë në industrinë e mbrojtjes. Në listë përfshihen gjithashtu importi pa taksa i 10 makinerive industriale që shërbejnë për qepjen dhe përpunimin e veshjeve ushtarake, si dhe 10 lloje tekstilesh që do të përdoren për uniforma, jelek mbrojtës dhe pajisje të tjera personale për forcat e armatosura. Ky vendim duket se ka për qëllim uljen e kostove për kompanitë e licencuara, rritjen e kapaciteteve prodhuese vendase dhe forcimin e industrisë shqiptare të mbrojtjes. Përjashtimi nga taksa doganore pritet të nxjisë investime të reja, të rrisë punësimin dhe të përmirësojë aftësitë teknologjike të sektorit. Vendimi shihet gjithashtu si pjesë e strategjisë për ta bërë Shqipërinë më të pavarur në furnizimin me pajisje ushtarake, duke reduktuar varësitë nga importet e produkteve të përfunduara dhe duke nxitur prodhimin vendas.